Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, erdhëm në emisionin ton të 15, Alo Policia Siguria në Fokus, si çdo mbrëmje, çdo të premte në orën 20 në Fax News. Sigurisht që sot kemi një temë të veçantë, festa e 7 marsit, festa e mësuesit, që nesër në shkallë vendit do të festohet në mbar Republikën e Shqipërisë nga mësuesit, nga prindërit dhe nga nxënësit, një nga festat më të rëndësishme në vend, ajo e mësuesit. Mësuesit të edukimit dhe të kulturës së rritjes së fëmijëve, arsimimit tyre të brezave. Dhe këtë e ndajmë sot në një panel të ftuarish, profesionist, Ana Lazo, mirëmbrëma, mirë se erdhët, mësuese, gazetari i njohur Dylber Balla, mirë se erdhët, faleminderit që jemi sot në këtë studio. Edmond Çata, profesor, doktor i shkencave, mirëmbrëma, mirë se erdhët në studio. Mirë se jeta, faleminderit. Dhe Lumturi Sinani, mike e emisionit, psikologe, mirëmbrëma, mirë se erdhët në këtë emision. Sigurisht që jo vetëm festa dhe festimi, por edhe analiza. Çfarë ka arritur në breza arsimi, sidomos mbas viteve 90 dhe deri në ditën që jemi, për të edukuar breza dhe për të dhënë jo vetëm edukim, por edhe profesionalizëm, sa vlen shkolla dhe sa ajo ndikon në përgatitjen e gjeneratave të reja. Dhe çfarë do të bëjmë me arsimin, me reformat që kemi kryer në këto vite. Po e filloj me ju, zoti Çata. Jo vetëm për shkak të informacioneve të kulturës dhe profesionit tuaj, dhe kualifikimeve dhe shkollës që ju keni bërë në territoret të tjera, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në 35 vjet, vetëm fjala reform ka zënë vend, çdo qeverisje e vendit ka kërkuar të bëjë reforma, po sa vlen këto reforma? Në shkencë ka një rregull të pranuar nga të gjithë studiuesit që një nga mënyrat se si mësojmë apo i vlerësojmë gjërat, janë të mira, apo të këqija, problematike, apo të rregullta, është përmjet krahasimit. Pra krahasimi na mundëson të shohim çfarë kemi përpara. Duke qenë se unë në eksperiencën time kam qenë edhe i arsimuar në sistemin universitar dhe më përpara në Shqipëri, por edhe kam shpenzuar 10 vjet qoftë si student, qoftë si pedagog në Amerikë. Kjo më ka mundësuar të shoh gjërat një çik më ndryshe. Dhe për të kthyer tek pyetja juaj, çfarë mund të themi në këtë 7 mars për gjendjen e arsimit në përgjithësi, po edhe për segmente, është që shoqëria shqiptare në të vërtetë sot përballet ka një sfidë, qoftë nga pikpamja institucionale, pra si e konceptojmë, e trajtojmë arsimin ne si shoqëri apo edhe si qeverisje, por mbi të gjitha themun ka një problem me individin, rrënjën katrore të shoqërisë dhe brumin bazë të arsimit, që reflekton një set vlerash, besimesh, problematike, për të mos thënë pastaj dhe thjesht pasërtisht në përgatitjen në shkallës arsimimit, qoftë nga pikpamja e individit si qytetar, pra me një ndërgjegje, në shkolla është ajo që ofron ndërgjegjen sociale dhe politike të individit, po qoftë edhe të individit si një specialist që diku do dalin në shoqëri dhe do të japi në një fushë të caktuar të shoqërisë. Dhe gjendja këtyre ditëve të fundit, shkatrimi domethënë i komplet korridorit Tiranë-Korçë në pjesën e librazhit, si thua, në atë segment, përveç argumentit që mund bëhet për shkaqe natyrore, por një pjesë mund bëhet edhe për shkak ose bëhet sot në media për shkak të profesionalizmit të atyre që i kanë projektuar këto. Dhe kur flet për profesionalizëm, me njëherë shkon te kredencialet dhe cilësia e arsimimit tyre. Kështu që ne kemi probleme. Dhe pavarësisht luleve që shpërndajmë për çdo 7 mars, pavarësisht ditirambeve dhe hymneve që i thurim arsimit, apo pavarësisht hynizimit që i bën figurës së mësuesit, në fakt, mbrapa ditës së 7 dhe 8 marsit,
realiteti është më trishtues. Kështu që sigurisht që festat janë aty dhe do festohen, po më shumë se sa për t'i bërë atë kurimin festës, ne duhet vrasim mendjen që përse edhe 30 vite mbasi kemi ndruar sistemin, nuk mund të flasim për përmirësim të sistemit, nuk mund të flasim për eci në drejtimin e duhur, po nga qeverisja në qeverisje flasim gjithmonë për probleme herë më të rënduara, herë të patrajtuara, herë të keq trajtuara. Kështu që për mua një tablo e përgjithshme për arsimin kjo është, dhe këtu mund të përfshihen të gjitha nivelet e arsimit. Ndaç arsimi universitar, për cilën unë mund të flisja në detaje, por ashtu edhe për arsimin para universitar, për cilën unë sot jam edhe prind, kam 2 fëmijë që shkojnë në shkollë. Dhe kolegët e tjerë mund të flasin, kenë mendimet e tyre, por pak a shumë kjo është ajo tabloja që unë mendoj se na gjen në këtë 7 mars. Pa arsim nuk ka kohë, por dhe pa mësues të kualifikuar, të përgatitur dhe me integritet nuk ka arsim. Sot ne kemi investuar shumë, shikojmë që investohet kryesisht tek fasade e shkollave, por çfarë ndodh brenda shkollës? Në orën e mësimit, gjatë orëve të mësimit, në programet shkollore, dhe sa ne jemi në gjendje të përgatisim atë që quhet gjenerata e re. Ne po evoluojmë shumë dhe evolimi vjen i shpejt, duke filluar dhe me inteligjencën artificiale, ku shpeshherë i marrim shablon gjërat, por nuk mund ta zëvendësojmë kurrë abetaren, nuk mund ta zëvendësojmë kurrë mësuesin, nuk mund ta zëvendësojmë kurrë mësimdhënien, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Çfarë ne japim çdo ditë tek fëmijët tanë? Ana, ju keni një eksperiencë, sigurisht që edhe her pas here në media ju keni dalë, keni folur sidomos për arsimin, por dikush thotë, po pse më duhet arsimi? Bëjnë shkollën, punojnë call center, bëjnë shkollën, punojnë kamarierë, bëjnë shkollën, futen në punë të tjera të cilat nuk lidhen për atë që kualifikohen. Çfarë duhet bëj, ose çfarë bën arsimi që ajo lloj kulture ta adresojë atë në tregun e punës? Ka politika të tilla në shkollë? Atëherë, çështja që ju ngritët është shumë e drejtë në fakt dhe është shumë e rëndësishme për sa i përket brezave dhe gjeneratës së re. Dhe pika më kryesore dhe më e rëndësishme që unë do të ndalesha është në fakt këshillimi apo edukimi i karrierës për brezat në përgjithësi, por theksin do ta vendosja ke sistemi parauniversitar, duke qenë se unë jam pjesë e këtij sistemi dhe e shoh çdo ditë nga afër se si funksionon, dhe do doja të thoja që investimi i mirëfillt, pavarësisht pjesëve të tjera që patjetër që janë të rëndësishme, në infrastrukturë, në teknologji, në kushte, në trajnimin e mësuesve të vazhdueshëm, qoftë nga ana profesionale, por qoftë edhe nga ana për t'i dhënë një shtys, një mbështetje më shumë për t'u ndjerë ata më të motivuar dhe të kenë një dëshirë më të madhe për të punuar, për të dhënë më shumë për brezat, për fëmijët, për gjeneratën e re. Unë do të ndalesha tek këshillimi i karrierës dhe mendoj që realisht shteti apo Ministria e Arsimit duhet të investojë në këtë pikë. Pse e them këtë? Sepse e shikoj që një pjesë e mirë e të rinjve drejtohen në degë universitare të cilat nuk janë të mirë informuar. Apo në momenti që drejtohen, ata nuk gjenë veten e tyre aty. Pra, i shkon një 3 vjeçar, do të thoja një 4 vjeçar apo një 5 vjeçar dëm. Sepse në momentin që dalin në tregun e punës, ndeshen me vështirësi të ndryshme apo shikojnë që nuk janë të përshtatshëm për profesionin që ata kanë zgjedhur të kryejnë apo të bëjnë, apo të shërbejnë shoqërisë tonë në përgjithësi. Si mund të realizohet ky këshillim apo ky edukim karriere? Në fakt, ky duhet të nisë në një moshë sa më të hershme, por mesatarisht unë do të përmendja moshën e gjimnazit. Duke qenë se dhe vendet e zhvilluara investojnë shumë në këtë fushë, në këtë pjesë, bëjnë dhe ndarje ndërmjet arsimit profesional dhe arsimit të përgjithshëm, unë mendoj që duhet të investohet në trajnimin e mirëfillt të mësuesve specifik për sa i përket këshillimit të karrierës. Pra, pse e them këtë? Sepse në fakt është futur
2 apo 3 vitet e fundit, ku janë vendosur mësues koordinator të këshillimit të karrierës në përgjimnaze, ata po bëjnë një punë të mirëfillt, por duhet të trajnohen specifikisht për sa i përket këshillimit të karrierës, pra si ti këshillojnë, si ti edukojnë këta të rinj dhe si ti njohin me tregun e punës, pra të bëjnë të kenë një njohuri të mirëfillt të tregut të punës dhe më pas të bëjnë një përshtatje për sa i përket tregut të punës dhe përveç kësaj të identifikojnë, të specifikojnë talentet dhe dëshirat apo aftësitë që këta të rinj kanë pra për sa i përket zgjedhjes së profesioneve. Unë nuk po them që të rinjt nuk informohen sot, por ndoshta ndonjëherë edhe keq informohen, sepse në momentin që ti nuk je 100% me ato aftësi për ta informuar një të ri, nuk mund ta marrësh përsipër. Pra, mësues të ndryshëm sigurisht që bëjnë një punë për këtë, por unë mendoj që duhen ose të trajnohen, në rast se nuk trajnohen, gjëja apo zgjidhja më e mirë do të ishte këshillues të mirëfillt, më falni, karriere. Dhe këtë gjë e bëjnë jo vetëm vendet e zhvilluara, por ne duhet marrim dhe shembullin e Kosovës, që kohët e fundit ka investuar në këtë fushë dhe ka realisht ka financuar për sa i përket këshilluesve të mirëfillt të karrierës. Si organizohet ky këshillim? Është strukturë? Është në program? Kush e bën këtë gjë? Përveç të themi kualifikimi që duhet i përgatitet. Atëherë, lënda është lëndë me zgjedhje në gjimnaze, është lënda edukim karriere, por të rinjt marrin njohuri të përgjithshme si funksionon për shembull një treg pune, por nga ana teorike, nga ana praktike nuk njihen me asgjë, ose për shembull si të bëhen sipërmarrës të suksesshëm. Dhe kjo lëndë nuk ka atë rëndësinë siç ka lëndët bazë për shembull, por është një lëndë me zgjedhje dhe zgjidhet me dëshirë nga maturantët për shembull. Ka shkolla që nuk e zhvillojnë fare si lëndë, ka shkolla që e zhvillojnë, por është lëndë e dytë. Ndërkohë që ky koordinimi i këshillimit të karrierës vendosen mësues specifik dhe marrin përsipër disa shkolla, operojnë në një plan të caktuar për disa tema të caktuara dhe i zhvillojnë në disa orë mësimore me maturantët. Ja, shiko, këtu është problemi. Do të thënë, nxënësi po të përdorim një terminologji tregu është klient në këtë rast. Ai s'ka nga ta di se si funksionon tregu. Problemi pra këtu nuk është me nxënësin, problemi është me trurin. Është i bëre mix një qik, fut edhe qeverin, shtetin përmende një term, pastaj kalohe... Nga ana e financimit që mësuesit të trajnohen. Esenca e, si thuash, konsultimit ose informimit të nxënësit për tregun është të diturit. Çfarë është tregu? Dhe dija mbi tregun është të dish ti të kesh studime në cilat janë orientimet e tregut. Dhe pyetja këtu bëhet, ky konsultim që ju ofrohet, këshillim që ju ofrohet nxënësve, nga informohet, kush e informon? Momentalisht të informojnë mësuesit, unë e thash. Jo, kur them informohet në kuptimin e studimeve, të njohjes së realitetit, ka studime aty. Kush i bën studimet? I bën ministria? I bën shkolla, i bën një mësues specifik. Në qoftë se ti nuk ke fesë që të ketë miell brenda, s'mund ta realizosh informimin. Në këtë rast informimi, dhe ky është problemi më i madh, ne duhet të njohim cila është struktura e tregut në Shqipëri. Dhe ky është problem i madh që del përtej, domethënë, fuqisë së një shkolle. Ti mund të pretendosh... Unë specifikova që duhet jenë njohës të mirë të tregut të punës. Këta këshillues të mirëfillt karriere, patjetër që po. Duhet përdorim logjikën e doktorit. Kur shkon tek mjeku, kërkon që dhe shkon tek mjeku për një arsye, nuk shkon tek Albani në rrugë, por shkon tek mjeku sepse supozon që mjeku do të njohë shkakun dhe do të t'japi recetën për katse. Nëse ne do të vazhdojmë të operojmë me mundësinë e të bërit të gjërave ad hoc, pa ju referuar dijes, se kjo është dije, pa ju referuar dijes, do kemi politika të dështuara, dhe jo vetëm në arsim, në të gjitha fushat.
Pra pa u informuar nga dia, pa u investuar dhe dia nuk akumulohet në 1 apo 2 ditë apo me një VKB apo me një VKM apo një vendim që mund t'japi drejtori. Këtë po them, nuk po... Për shembull, po këtë lënë, cilë mësuese jep, me çfarë profili ai jep? Ata që është një mësues i profilit të lëndëve shoqërore, po këtë po them pra, që duhet të trajnohen mësuesit, të jenë të informuar për tregun e punës, se si funksionon një këshillim i mirëfillt karriere. Zalo, ju jeni gazetar. Media ka pasqyruar gjërësisht në të gjithë vitet, po dhe gjatë periudhës vitit problematikat që ka arsimi. Duke filluar që nga 7 marsi, momenti ceremonial i atij gëzimi që ne kemi respekt për mësuesin, për dhuratat, për lulet që ne dhurojmë, por ndërkohë ka pasqyruar pafundësisht problematika që ka pasur që nga perimetri, rastet operacioneve të drogës, të ambulantëve që vinë edhe tregtojnë në mënyrë palishme sigurinë ushqimore, problemet e bullizmit, problemet e dhunës fizike që ka prodhuar jo vetëm plagosje, por dhe humbje jete, dhe gjitha këto problematika. Pra, ju e shikoni nga jashtë, por roli juaj është shumë i rëndësishëm. Në këtë moment që ne po festojmë nesër e 7 marsit. Si mendoni që është elementi siguri dhe sa problematika ka me sigurinë e shkollave në tërësi? Po, fillimisht njerë më lejoj që duke qenë se nesër 7 marsi të përshëndes dhe mësuesen e klasës parë për diturinë dhe për durimin, mësuese Selimen. Por, dëgjoj Fation, këtu ka shumë probleme, sepse pa sigurin, nëse fëmia nuk është i sigurt fizikisht, nuk është i sigurt psikologjikisht, nuk është i sigurt edhe nga aspekti digital tani me bullizimin, rrjetet sociale etj. Pra gjitha këto bashk do shkaktojnë probleme për ta sjellë më konkretisht me rastin që kishim në fundit 2014 të Martin Canit, që për fat keq konflikti nisi brenda në tualetin e shkollës. Tani dalim te oficerja e shkollës, si përpara ka qenë një roje, tani shumë mirë që është bërë, që kemi një oficere, që është e trajnuar etj, por që nuk është se hallkat funksionuan aty me oficeren, me drejtuesin e shkollës, se thash me lajmërimin e prindërve, vetëm ata e lanë mirëbesim që shiko, ndodhi konflikti edhe sipas oficeres ata u pajtuan nuk ishin gjë edhe e mbyllën aty. Tani problemi këtu, tani dalim tek raporti për të folur më konkretisht pa fjalët e mia, po të institucioneve, të shifrave, edhe të raportit të KLSH-s të fundit të vitit kaluar që ai theksonte qartë që nuk është e garantuar siguria në shkolla. Ai merrte edhe shembullin e qartë të oficerit që nuk ai nga mënyra pra procesi i hyrjes deri tek monitorimi, qose sa arrinte ti monitoronte të gjithë nxënësit, kontrollonte, kush e kontrollonte atë bashkëveprimin me drejtuesit. Pra, hallkat nuk është se sipas tyre kanë funksionuar në atë mënyrë që ne mund të jemi të qetë për sigurinë në shkolla. Pastaj problemi i medias sigurisht ka një rol të madh për të zgjidhur debatin, problematikat që të jenë sa më konstruktive, po për fat keq kemi parë që edhe media nuk është se shesin shumë shembuj pozitiv pra të nxënësve. Për fat keq është tek ajo që shet dhuna gjaku e më thash e sherret, e konfliktet. Po ndërkohë që për aspektet që prekën edhe zonja dhe zotrit pak më parë, unë do të dalesha në gjykimin tim, mendoj që për fat keq deri tani ne jemi mbajtur, jemi krenuar me mësuesit e para 90-s. Edhe këto do ta jap edhe me një shembull. Unë në 2005 në maturës mbaj mend që nxënësit më të dobët, që ishin të 5-s, të 6-s që u hapën në universitetet, atëherë përfunduan gjithë të cikli ulët mësuesia. Tani ai që është me 5 atje, që ka hyrë, ai nuk mundet që fëmijët ta nxjerrë me 6 apo me 7, sepse ai ka hyrë me 5 për vete. Këta sot janë aty. Ndërkohë që po lën stafetën mësues më të vjetër, po e marrin këta tani unë nuk kam çfarë presin këta. Edhe për të folur edhe më konkretisht, po bisedoja këto ditë edhe me disa të afërt mi si jam mësues për ngritë shqetësimet e tyre. Po t'i dëgjuar ata, se në fund fare po pasqyroj zërin e atyre, se unë nuk është se vetë jam aty. Tani problemi atyre është Fation sepse është vendosur nxënësi tani ai që udhëheq shkollën, nuk është më mësuesi. Nxënësit nuk i flitet, duhet pasur kujdes me të, po tha mësuesja një fjalë më shumë atë mund ta filmoj, mësuesi nuk është i sigurt, rrezikon vendin e punës.
Pra mësuesi nuk ka garanci. E para njëherë nga normat e nxënësve sa janë këto vit, sa do jenë vitin tjetër. E dyta për mbështetje nga drejtuesit, nga strukturat përballë nxënësit. Pastaj tjetra edhe problemi i familjes, se tani mësuesi nuk ka ç'bën nëse ti do ta çosh një fëmijë dhe një dru shtrembur në shkollë. Tani ai mund të bëj, pa i ka 20 atje 30, tani për mos folur në Tiranë mbi popullim, në rrethë kemi klasa kolektive. Pra ai do merret me shumë gjëra. Ndërkohë që jemi ndeshur përballë prindërve që thonë që shiko, unë ta kam lënë ty bëj çfarë duash. Ai do bashkëveprim nxënës, shkolla, fëmia. Pra i rash tek gjitha nga pak duke nisë edhe nga koha për të shprehur mendimin tim, por kjo është çështje që nuk mbaron domethënë. Sinari, e parë nga jashtë janë këto problemet sigurisë. E parë nga brenda përveç mësimdhënies dhe nivelit sistemit të mësimdhënies, pra ka edukim, ka dhe thjesht mësimdhënie. Është tjetër gjë edukimi dhe është tjetër gjë mësimdhënia. Po flasim për problemet që ka vetë brenda shkolla. Fenomenet ndryshme që janë përveç dhunës, bullizmi dhe problemet së natyre. A kanë shkolla programe të cilët edukojnë fëmijën dhe fëmijët në tërësi për luftën kundër bullizmit? Dhe a ka programe të cilët jo vetëm për bullizmin, por edhe për fenomenet të tjera të cilët janë që ta përqendrojnë fëmin tek edukimi dhe ke profesioni, se sa tek mënyra se si duhet shkojmë në shkollë me kaçavita, duhet shkojmë me mjete mbrojtëse etj. Se shkolla nuk është vend lufte, dhe është vend dije. Dhe roli psikologut, a ka shkolla psikolog, sa ndikon psikologu në shkolla, dhe çfarë duhet bëjmë ndryshe në mënyrë të tillë që të fillojmë nga sistemi parashkollor e deri tek niveli ku ka marrë majorancën dhe ka një tjetër pjekje dhe është tjetër brez ku mënyra e psikologut apo jo, ka njëherë psikologu duhet edhe tek strukturat e policisë, sepse dhe atje ka ngarkesë, po ne po flasim për shkollën dhe për edukimin. Po. Atëherë zoti Çata i bëri një pasqyrim në fillim në hyrje shumë të mirë dhe mua më vjen shumë keq që një institucion shumë e rëndësishëm për vendin siç është arsimi ka kaq shumë mangësi. Disa probleme që mund t'i listoj pa marrë shumë kohë, duke filluar që nga problemi i mësimdhënies, nga metodat e mësimdhënies, nga problemi i menaxhimit të një ore mësimi, nga trajnimi i mësuesve, nga sa din mësuesit të reagojnë përballë një situate kur nxënësi ndodhet përballë një bullizmi nga nxënësit e tjerë. Ne bëjmë dallime akoma për sa i përket moshës, racës, gjenisë, diskriminimi është i pafundëm për shkolla. Sa që prindër po kanë frikë të çojnë fëmijët e tyre në shkollë. Po shohim dita ditës video që publikohen, postohen, trajtohen në për emisione ku mësuesit dhunojnë nxënësit, por mësuesi kur nuk dhunon, mësuesi është ai që edukon. Prandaj prindërit, unë do ju lutesha shumë fillimisht prindërve që të shikojnë ndryshime që ndodhin tek fëmija tyre. Ndryshime e kam fjalën kur një ndryshim sa do i vogël në sjellje. Për shembull, ndryshime në ushqim, kur nuk ka oreks apo ka shumë oreks, në ndryshim në pamje, ndryshim në veshje. Pra, çfarë një gjë po ndodh që ky fëmijë po bën këto ndryshime. Dua shumë që të zhvillohet hallka apo zinxhiri mësues prindër nxënës, por sa janë të përfshirë prindërit në procesin e mësimor, po sa aktivitete bëjnë mësuesit. Për shembull, unë dua të pyes mësuesen, nëse më lejoni që nëse keni një orë të lirë në shkollë, apo ka një mungesë mësuesi, me çfarë ja mbushin kohën nxënësve? A i lini të lirë apo do diskutoni një temë sociale që edhe ato të marrin diçka nga ajo orë e lirë? Tani, me aq informacion sa unë kam, orët e lira janë specifike për mësuesit kujdestar. Dhe ato janë pak a shumë një herë në javë ose 2 herë në javë, mos të gaboj, që janë orë të lira dhe mësuesit paguhen për këtë gjë, për të zhvilluar tema të lira dhe për të diskutuar për problematikat e klasës që bashkëmoshatarët mund të kenë ose ndërmjet klasave të tjera. Ndërsa për sa i përket aktiviteteve shkollore, do doja ta vendosja theksin në fakt, ka zhvillohen, pra e flas nga eksperienca ime gjithë këtyre viteve, por mendoj që duhet ketë akoma më shumë, duhet të jenë më të theksuara në mënyrë që edhe nxënësit të jenë më të fokusuar dhe kryesisht ata nxënësit që çapkën do të jenë në thonjza, të cilët
nuk janë shumë të përqendruar tek mësimet, por janë pak a shumë të zhurmshëm, të rrëmujshëm, të lëvizshëm etj. Nëse i aktivizon me diçka tjetër, pra me aktivitete të ndryshme, mendoj që do të ndikoj pozitivisht. Kjo varet pastaj, unë nuk mund të flas në përgjithësi për gjithë shkollat shqiptare, por unë flas nga eksperienca, varet edhe nga drejtoria e shkollës, varet edhe nga stafi, varet se si e menaxhojnë gjithçka brenda ambienteve të shkollës. Po një fakt mua më vjen mirë edhe për një gjë që tashmë nxënësit po ndërgjërsohen dhe po kërkojnë më shumë ndihmën e psikologut sepse po në fakt kjo, më fal se të ndërpreva, kjo është e vërtetë sepse dikur ka qenë pak si më problematike që të specifikonin një rast dhe të thonin që kam nevojë për një psikolog, ndërsa sot është pak sa më e lehtë, por gjithmonë duhet ruajtur ai konfidencialiteti do të thoja sepse ndihmon që edhe ai nxënës që ka probleme të ndihet më pozitiv. Mua më vjen mirë që do theksin tek sjellja e nxënësit dhe ndryshimi i saj. Çfarë që mendon mua si prind? Unë vetë pres fëmijën për të dalë nga shkolla dhe kam bërë këtë që kur jam futur në klasë të parë, dhe sot goca ime është në klasë të 5, djali është në klasë të 2. Po shikoj çfarë më shumë. Në vit të parë, kur ti të shonë në klasë të parë, janë të ndrojtur si trumcak. Ndërkohë, kur dalin nga shkolla, ti shef ata që janë në klasë të 7, të 8. Ju ndërpres një sekond, kalojmë në spot publicitar dhe rikthehemi pas pak me ju. U kthyem përsëri në emision Alo Policia, Siguria në Fokus, ku në fokusin e sotëm është arsimi. Edhe gjatë kohës publicitetit, sigurisht që debati në studio vazhdonte për shkak të ndjeshmërisë dhe për shkak të rëndësisë që ka vetë tema. Do të çata më falni për ndërprerjen, po ajo që doja të thosha është që duke shkuar në shkollë të pak momentet kur dalin nxënësit nga shkolla dhe duke parë një diversitet sjelljesh, sipas moshave, një pyetje që i kam bërë vetes është nëse mund të flitet për shkalafitje, pra për një sjellje jo dhe aq normale. Ku fillon kjo? Në mosh mund të fillojë dhe për çfarë arsye? Dhe ky është përgjigjja është një problem i madh. Unë besoj që asnjë nga qeveritë ose edhe vetë Ministria e Arsimit, pavarësisht kush është qeverisë, nuk do të dëshironte të kishte sukses. Të gjitha kritikojnë dhe të gjitha pretendojnë që do të ndërmarrin reforma që do të jenë suksesshme. Problemi, unë mendoj, që përfundojnë duke i kritikuar të gjithë, është se ato në gjërat që ndërmarrin, nuk i ndërmarrin duke bërë studime për të kuptuar. Ja, të ngelemi në nivelin e shkollës. Përveç mësuesve që i japin mësim, çfarë stafe tjetër ka shkolla për të bërë studime? Kush i bën këto? Drejtoresha? Me kë barazohen studime? Me raportet që ofron dhe shifrat që ofron masi apo daret siç janë këto drejtoritë rajonale? Ky është një problem që, domethënë, ata që drejtojnë arsimit, të paktën në nivel para universitar, duhet ta kthejnë vështrimin nga vetja. Dhe nëse do ta bënin kështu, besoj që do kishte shumë hapësirë për të korrigjuar shumë gjëra. Për të ndërhyrë. Dhe ky është problemi që ne nuk duam ta bëjmë këtë, jo se kjo do të zgjidhte gjithçka, por unë nuk shoh disponim për ta bërë këtë. Pra, për të drejtuar, për të bërë reforma, për të qeverisur, për t'i menaxhuar gjërat mbi bazën e dijes. Këtë bëjnë shoqëritë atyra. Që unë kam jetuar në Amerikë dhe realisht nuk është se kam ndonjë respekt të madh për sistemin para universitar në Amerikë. Nuk kam, në nivelin universitar janë shumë të mirë. Por ama një gjë e kanë ata aty. Fëmijën e mësojnë se si të mendojnë në mënyrë kritike. Gjë që nuk ndodh këtu. Unë e kam këtë problem me vajzën time. Rreket, Imbir për shembull, Imbir nuk është një njeri që dëshiron të mësoj vargje përmendesh. Është tërmendur, unë i them, mos i mëso. Është më mirë të dish të bësh sens të fakteve që me të cilat ti përballesh dhe që mund të jenë sesa të thuash që shiko, pash që është 1, 2, 3, 4. Ky është një ndër problemet më të mëdha pedagogjike që kemi me këtë dhe kjo e prek në mënyrë vertikale nga
shkalla më të ullëta, më e ullët e arsimeve deri edhe në universitete. Pra, dhe kjo bën pastaj që edukatën civike që bëjnë ata, në Amerikë e bëjnë në nivel universitar, sepse personi është më i maturuar, i kupton më mirë gjërat. Dhe unë pyesja e kam pyetur kam thënë, po si ka mundësi, domethënë që ata që marrin në fushën time për shembull politike ka mundësi të punësojnë, sepse dhe ka student të backgroundeve nga më të ndryshme, se më kanë thënë gjithmonë. Ne përpara se të nxjerrim profesionistë të mirë, ekspertë të mirë, ne duam të nxjerrim qytetarë të mirë. Dhe në qoftë se ai s'është qytetar i mirë, ai mund të jetë ekspert i mirë sa të dojë. Qytetar ka të bëjë me raportet që ndërton individi me komunitetin, me grupin, me shoqërinë, me shtetin, me qeverinë, dhe sa më i ndërgjegjshëm të jetë individi për këto, aq më shëndosh do të jetë shoqëria, aq më cilësore, domethënë qeverisja, aq më fort demokracia, sepse kjo do thotë që ky individ i edukuar në këtë mënyrë, në mënyrë të tillë është një individ i formuar. Një njeri që mendon kokam. Dhe ky është një ndër problemet që kemi ne sot. Sot ti përballesh me probleme nga më të ndryshme, që nga korrupsioni dhe gjëra, dhe individi aty është totalisht pasiv. Ti thua si ka mundësi që nuk bën sens të kësaj, që kjo është një. Edhe më një pyetje. Thamë më parë që Shqipëria ka bërë shumë herë reforma dhe sa herë që kemi ndrim të një force politike, gjuhë e vetme është reforma. Reforma në arsim, reforma shëndetësi, reforma në tregun e punës, reformat, pra janë pafundësisht fjalë reformë. Në 35 vjet, ai shumë herë reforma kemi bërë, sa nuk e di se sa herë kemi bërë ndryshime të ligjore. Arsimi është shumë i ndjeshëm. Pikat ku nuk duhet kemi shumë ndryshime midis krave të politikës, duhet të jetë siguria kombëtare, arsimi, mbrojtja, turizmi, burimet minerare, pra disa gjëra të cilat janë bazike dhe janë afatgjallë. Tani, reformat kanë sjellë edhe futjen e arsimit privat. Çfarë ndryshimi ka midis arsimit privat dhe arsimit shtetëror? Sepse këto reforma favorizuan privatin, dobësuan shtetin, apo sollën një ekuilibër midis tyre. Dhe pse unë duhet ta çoj fëmin tim për shembull në privat dhe nuk kam besim të çoj në shtet? Shiko, kjo dikotomia publik-privat, debati mbi këtë dikotomi për mua është i çekistisur, në mungesë të paturit një debat të fryqëm për gjëra thelbësore, kalohet vëmendja, spostohet vëmendja në këtë. Nuk e ka gjetur gjë Amerikën pse ka dhe publikun dhe privatin. Madje sektori privat në Amerikë dhe në Europë mund djesh universitete shumë të mira. Mund do t'i kthehem asaj pyetjes që bëret i përse fjala reform është bërë kryefjale gjitha këtyre viteve dhe nuk ka përfunduar asnjëherë një reformë, po themi gjithmonë do reformë. Për sa i përket arsimit, dhe këtu do të ndaja në arsimin e lartë dhe në arsimin para universitar. Në arsimin e lartë, reformat kanë dështuar sepse nuk i është kushtuar asnjëherë vëmendje rrënjës katrore të sistemit, që është universiteti ose njësia bazë. Pra, reforma është tentuar të bëhet en blok, me mendsinë kolektiviste, i fut të gjitha, domethënë të gjithë ato elementet përbërës të reformës, trajtojnë me të njëjtin kuc, siç thoshte ish ministrja e pamshme e arsimit, dhe duke mos u marrë me rrënjën katrore të sistemit, ke përfunduar në këtë gjendje. Në sistemin para universitar, unë mendoj që reformat s'kanë qenë të suksesshme, për të mos thënë të dështuara, për të njëjtën logjik. Nuk i është kushtuar vëmendje rrënjës katrore, njësisë bazë, që kjo njësi bazë mund të jetë nxënësi, që individi që mund të jetë mësuesi, që mund të jetë qoftë edhe struktura, shkolla si strukturë. Ne kemi gjithmonë reforma që rrjedhin nga sipër poshtë dhe mund mos ketë problem me këtë. Sepse edhe po të më japësh çelësa ti mua nesër dhe bëj diçka, ndoshta kështu do të shkoj. Problemi ka që këto reforma nuk janë të orientuara drejt
formatimit dhe krijimit të aftësive. Është një muhabet që kam bërë me Gens Rullin 25 vite më para. Një reforma duhet të orientohet dhe të rritjes së kapaciteteve që ti të bëhesh i aftë për të zhvilluar vetë. Nuk mund të merret me kurimin e simptomave. Dhe këtë gjë në bëjmë ne. Problemi, shfaq simptomat dhe ne rëndim pas simptomës. Po të qofësh ne në bashkimin, në nivelin e bashkimit evropian, projektet apo gjithë politikat janë të orientuar, i vën një theks të madh rritjes së kapaciteteve. Sepse ideja është që ti nuk mund të jesh as si shtet, as si qeveri, gjithmonë ti kesh në tutel. Ideja është që ti do investosh para që ato të bëhen të pavarur, të fitojnë aftësi. Dhe ky është një problem, aftësia fillon që nga niveli rrënja katrore bazë. Dhe sot kemi një qeveri në Ramës me një dështim glamoroz në arsimin e lartë. Nga dështimi i reformës në arsimin e lartë kaloi tek teoria e ndërkombëtarizimit të universiteteve, që është teori e dështuar, sepse atë që njoh unë nuk është i njëjti koncept që ka Edi Rama për ndërkombëtarizimin e universiteteve me politikat ndërkombëtare që kanë ndjekin në universitetet, ndërsa sot kemi kaluar në një fazë tjetër. Edhe ky pamundësia e ndërkombëtarizimit të universiteteve shqiptare tani Edi Rama po i thotë të tjerëve, hajdeni merrni pronat, hajdeni merrni institucionet që ne i thrasim universitetet shqiptare, vëruni emrin tuaj nga një universitet atjere dhe ky quhet reformë. Jo, nuk mund të ndodhë kështu. Dhe në këtë pikë e keqja këtu është që ne harxhuam 25 vite për të thënë si mund të reformojmë arsimin e lartë dhe pas nga 90 sot jemi 25-30 vite jemi në të njëjtën. E njëjta gjë dhe për arsimin para universitar. Unë tash e kam vajzën time, tani është në klasë të 5. Është buxheti aktual i mjaftueshëm për arsimin, se këtu fillon nga buxheti? Shiko, unë nuk mund të kesh pak, është e vërtet që ka rënje. Pra, domethënë, po të llogarizësh që GDP-ja e këtij vendi është rritur në terma absolut, pesha e parave që ti shpenzon për arsimin është të kurrë në terma. Domethënë 3% e 100.000 nuk është një lloj me 3% të 200.000, le të themi. Por unë nuk jam edhe kaq, domethënë ti mund të investosh pak, natyrisht po investove shumë si patjetër që do kesh shfrytëm, por duhet të jesh i mençur, duhet të jesh i mençur. Varfra investojnë më shumë në arsim, sepse kërkojnë të rrisin nivelin që të arrijnë zhvillimi. Zhvillimi vjen me arsim, nuk vjen thjesht me... Ne kjo na ka munduar. Ne mençurinë e kemi zëvendësuar me klientelizmin, dijen me militantin. Dhe në këtë kuptim nuk ka patur gjasa që Rama të performonte më suksesshëm se Berisha. Berisha ja kam thënë në sy. Sot Berisha del dhe thot për arsimin e lartë, sot Berisha del dhe thot kemi arritur këto suksese. Jo. Nuk mund të matet me suksese. Pyetja ime është ku dështove zotëri? Çka ke nxjerrë mësim nga dështimet që ke bërë? S'mund dalësh numërosh ti sukseset e tua pse Rama është i dështuar sot. Du tregojnë që ka një në më mungon totalisht një reflektim i pasarësit në raport me ato që ka bërë para arsi. Thënë dhe ne sa kohë të vazhdojmë në të njërit gozhës, tjetëri pa të kohë, do përfundojmë. Ana, kthehem tek ju. Shkolla është e rëndësishme jo vetëm thjesht për dijet, por edhe për atë çfarë mësojnë për të qenë i vlefshëm jetë. Për shembull, para viteve 90 ka pasur vërtet një sistem arsimor, por ka qenë dhe i profilizuar. Për shembull, dalloheshin gjimnazet, gjimnazi Sami Frashi, gjimnazi Qemal Stafa, gjimnazi Petronini, pra dalloheshin kush është më i forti dhe kishin krijuar një lloj profili për shkak të mësuesve dhe stafit mësuesve, të cilët ishin vërtet shumë kërkues dhe ndoshta ishin dhe profesionistë. Një pjesë e arsimit filloi humbi nevojën për të përgatitur nxënës të cilët do të jenë të aftë në treg. Për shembull, bëj punëdore, bëj punë me metal, bëj punë me dru, pra një farë mënyrë jepesh një informacion i përgjithshëm një gjimnazisti që kur të dilte në jetë të kishte informacione për të bërë gjëra praktike. Sot një nxënës ndoshta nuk di të ndrojë një llamp, nuk di të bëjë një punë për të ndruar një prizë, pra disa gjëra të cilat janë shumë të nevojshme për të përgatitur një brez që vlen. Humbën disa shkolla,
për shembull Shqipëria përgatiste edhe për sa i përket pasurive, sepse mbi bazën e nevojave të ekonomisë krijon dhe profilizimin e shkollave. Për shembull kishte një shkollë mesme që përgatiste për minjerët, teknikë i minjerave. Sot nuk ka. Ne kemi burime minerare të cilët nuk kanë sot shfrytëzim, sepse ne nuk kemi infrastrukturë, nuk kemi ndoshta edhe burimet njerëzore. Dhe pa burime njerëzore si do të kthesh do ta kthesh në ekonomi. Kjo shkollë që ne sot bëjmë, sa e aftë është të nxjerrë në zonës, të cilët i vlen tregut dhe ajo diploma që ato marrin, se mirë do marrësh një letër, një karton dhe do e kesh një diplomë. Sa i vlen ekonomisë? A janë të gatshëm ta në treg të punojnë? Apo këto diplomohen, siç ndodh me arsimin, me shkollën e mjekësisë, që i ndalojnë pastaj me ligj mos ikin në tregjet huaja, sepse kjo grup studentësh apo profesioni i mjekësisë na ikin dhe shkojnë tek vende të tjera të cilët kanë tregun e punës. Atëherë unë kam thënë në fakt edhe herë të tjera që pjesa më e madhe e shkollave, qoftë gjimnazeve, por qoftë edhe universiteteve janë më shumë teorike se sa praktike. Dhe ky është problemi më i madh, mendoj unë, përveç asaj që përmenda më parë, pra orientimit të duhur dhe këshillimit të duhur, dhe pjesa e teorisë, praktikës, e cila mungon pothuajse në pjesën më të madhe të universiteteve. Dhe në momentin që të rinjt nuk ndeshen me praktikën, apo nuk arrin që të bëjnë një praktik, ose dhe ajo praktik që është më tepër bëhet fiktive, pra mendon që do shkoj dhe nuk shkon fare dhe në fund vlerësohet me një notë në praktik, unë mendoj që ka ardhur koha që kjo qasje të ndryshoj totalisht për t'i dhënë arsimit vlerën që meriton dhe gjithashtu të rinjve aftësitë që atyre i duhen për të qenë të zotë, për të qenë të aftë dhe për të shërbyer tregut të punës. Dhe një gjë tjetër që do doja të theksoja, që ju e përmendët, dikur për të shkuar në gjimnaz të përgjithshëm duhet kishe një mesatare nga cikli 8 vjeçar, ndërkohë që sot nuk ka më një mesatare dhe të gjithë shkojnë, pra zgjedhja është e lirë. Unë mendoj që duhet vendosur një kriter që nxënësit të cilët kanë prirje dhe aftësi të tjera për të shkuar në një gjimnaz profesional. Pse jo? Sepse është një zgjedhje e gabuar që shkojnë në një gjimnaz të përgjithshëm, marrin disa nota, ndoshta dhe fiktive, ndoshta dhe jo, por zgjedhin një degë më pas në universitet që nuk i përket, që nuk i përshtatet, dhe më pas diploma i qëndron pa vlerë, e mbajnë thjesht se jam diplomuar dhe punojnë në sektor, siç e kemi dëgjuar dhe siç e kemi parë, që ndoshta nuk e gjejnë veten aty. Pra unë mendoj që duhet një ndryshim rrënjësor në sistemin para universitar, sepse aty fillon gjithçka, dhe më pas në sistemin universitar. Pra ana thot është ndryshimi i sistemit, përmirësimi i sistemit vëllai. Përmirësim. Jo ndryshim 100%, nuk mund ta thoja dot, por përmirësim. Unë them përmirësimi i fakton duhet kryesorja është duhet mbështetet mësuesi, sepse për mua pra është problem ana financiare. Një pjesë është ana financiare, është ana financiare. Po. Është ndikimi politik. Apo është niveli që edhe vetë mësuesit ndoshta kualifikimet e tyre dhe zgjedhjet e tyre vjen ndoshta mbi baza politike dhe nuk vjen mbi baza profesionale. Ka apo jo meritokraci vetë brenda mësuesve, se mirë ne themi meritokracia, po meritokracia fillon tek arsimi. Duket jemi mbetur pak për të kërkuar shumë meritokraci, por ana financiare po, një pjesë me ata që unë jam kontakt kanë problemin që nuk është se rimbursohet e plot pagesa për mësuesët që janë larg shtëpisë. Tjetra, edhe rritjet një pjesë nuk është se i konsiderojnë aq të ndjeshme për ta. Por kryesorja për mua është mbështetja, sepse duket sikur prindërit bashkë me drejtuesit mësuesin e kanë lënë të vetëm, pra nuk ka më autoritetin e dikushëm edhe përballë nxënësit. Kjo për mua është kryesorja. Unë nuk po them tani, nuk jam atë që përpara shkolla ka qenë institucion, edhe psikologja di më mirë, se nuk po kërkojmë atë. Po të paktën mësuesit të ndjetë, pra të ketë autoritetin e dikurshëm. Por plus kësaj, ai nëse s'është mirë vetë personalisht, nuk ka si të jetë profesionalisht. Nëse s'është në rregull vetë ai, të jetë i qetë për vendin e punës, shkurtimet, lëvizjet, ato që ju tha anën politike tjetër, atëherë çfarë do reflektojë ai te nxënësi? Pra janë një sër faktorësh.
Sinani, arsimi është një zinxhir, i cili çdo hall që mund të jetë dobët krijon problematika për mbajtjen fort atë zinxhirit. Dhe unë mendoj që fillon nga sistemi parashkollor, arsimi parashkollor. Pa një sistem të mirë parashkollor nuk ke një sistem që vjen tek arsimi fillor. Pa një sistem të mirë të sistemit fillor nuk mund të kesh një të atij sistemi të mesëm edhe pastaj tek arsimi i lartë. Sa edhe si funksionon sistemi parashkollor? Unë kam pasur një eksperiencë me një grup mësuesë që kemi vajtur në regionin Lazio dhe ato kanë pasur disa kontakte me arsimin parashkollor në Itali. Dhe mori një shembull i cili më bëri përshtypje se isha pjesë e këtij takimi, pa i mori një orë, e ndante këtë orën në vend të akrepave të orëve 12, 13 etj. Ishin vendosura radiografia shpirtërore e babait, i zemëruar, i lodhur, i hutuar, i pirë etj. Dhe në mënyrë të loje, fëmia e merrte, shkonte në shtëpi, shikonte si po vinte prindët dhe e merrte i thoshte, hajde çik këtu ti je i hutuar, ose ti je i lodhur. Pra kërkonte të lidhte psikologjinë midis fëmijës dhe prindërit, por dhe prindrit kishte kujdes kur shkonte në shtëpi, kujdes se janë në vëzhgim të fëmisë. Pra shikon, në moment lojës, po marr një shembull se si shkon për të krijuar edukim. Si është niveli i sistemit parashkollor, sepse është shumë i rëndësishëm ky moment për ta përgatitur atë për arsimin e mëtejshëm. Po. Ana shprehu që shkollat tona më shumë janë anuar nga teoria dhe jo nga praktika. Kjo është një minus shumë i madh në zhvillimin e fëmijëve. Fëmijët tanë nuk dinë të dallojnë emocionin. Kur e pyet një fëmijë si ndihesh, ai nuk di si ta përshkruaj atë. Kur e pyesin prindërit për shembull ose kur mësuesit i informojnë prindërin që sot fëmia jot ka bërë një gabim. Prindër pastaj në vend që ta pyes si cila ishte arsyeja, si u ndjeve ti në atë moment që bëre gabimin, çfarë të shtiu ty ta bëhet e gabimin, prindërit i kritikojnë. Pra, fëmijët tanë kanë shumë mangësi në mendimin kritik. Kjo është e pazhvilluar, nuk din që t'japin një mendim të tyre, nuk din të bëjnë përmbledhjen e një teksti që lexojnë. Këtu hasim shumë vështirësi dhe mendoj që baza fëmia e merr nga prindër fillimisht, sepse më shumë kohë fëmia kalon me prindrin. Pastaj edhe sigurisht që edhe mësuesi konsiderohet një prind i dytë për fëmijën, por bazën kanë tek prindrit, tek gjyshërit, të gjithë familjarët që e rrethojnë fëmijën. Sepse si ta çosh fëmijën në mënyrë të papërgatitur në shkollë, mësuesi nuk ka çfarë të bëjë për disa orë që do ta mbajë. Pra, unë mendoj që prindrit duhet të përfshihen më shumë në edukimin e fëmijëve të tyre. Do të vetëm fundjavë, se unë do prova takohem me prindrit se para ditë shkollë, pas ditë after school, një pjesë çifte të reja edhe gjyshit si kanë këtu, kështu që me prindrit një herë në javë. Kjo është mangësi, sigurisht që është mangësi. Ju jeni në një sistem arsimor. Sa të sigurt janë shkollat? Flas oficeri i sigurisë duhet jetë, s'duhet jetë, duhet shtohet, duhet paksohet. Sistemi i rigjimit hyrje daljes, a ka informacion mësuesi vet, për shembull si në gjendje ta kuptosh që një fëmijë, jo vetëm thjesht mësimdhënia dhe dija, ta kuptosh që ka element të përdorimit lëndë narkotike, ka trajnimet mësuesve për të gjën, ose si mund të jetë element që ke informacion për bullizmin, si është roli i mësuesit apo është thjesht vëzhgues? Aktualisht që flasim, roli i mësuesit është vëzhgues, por edhe vepron në momentin që ai arrin ta përcaktojë një situatë të tillë, por rolin kryesor në shkolla e ka psikologu, për sa i përket pjesës së përdoruesve të lëndëve narkotike dhe problemeve psikosociale së psikologut që duhet merret patjetër në bashkëpunim me mësuesin, ndërsa për sa i përket sigurisë në shkolla, sigurisht që oficerët e sigurisë luajnë një rol kryesor për momentin që ne flasim, apo që në momentin që ato janë vendosur, por pastaj varet edhe nga numri i oficerëve të sigurisë që janë në shkolla, sepse ka shkolla që janë shumë të mëdha dhe ndoshta një oficer sigurie nuk arrin që ta përballojë apo ta menaxhojë, do të thoja, në këtë rast problemet që mund të ndodhin. Por edhe pse janë oficerët e sigurisë, përsëri ne kemi parë që ka ndodhur probleme në shkolla dhe mendoj që duhet një siguri më e shtuar ose një veprim akoma më i gjerë për sa i përket sigurisë në shkolla, në përgjithësi. Ne kemi disa eksperienca të marra nga vende të tjera
kryesisht në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por kjo ka ndodhur edhe afër nesh, duke filluar që nga Suedia, ka ndodhur në Serbi, në rastet kur ka pasur akte terroriste drejt shkollave. Dhe mendoni që Shqipëria ka vetëm sistemin e kamerave, kontrollin e jashtëm të perimetrit, sa dhe si duhet shtohet elementi siguri në shkolla, si e konceptoni me qenë se ju ndihni edhe kronikën e zës. Po, sigurisht, kur ajo ndodhi në mes të Tiranës, shkollën Fanoli, rasti i Martin Canit të Ndjerit, llogarit çfarë mund ndodh edhe në shkolla të tjera. Pra, bashkohem këtu me atë që tha dhe Ana që një oficer nuk është i mjaftueshëm që të vihet në mënyrë unanime për gjitha shkollat, sepse ato shkolla që kanë më shumë nxënës, ai çfarë do t'i kontrollojë gjithë, si do t'i vëzhgojë. Qoftë edhe lëvizjet, kontrolli, ajo që thatë për lëndët narkotike, për t'i pasur në vëzhgim, mësuesi tani mbetet ndoshta më pak kohë për t'u marrë gjithë, po nuk e menaxhon gjithë. Të gjithë thonë që ka oficeri i kontrollit i policisë, ndërkohë ja lën përgjegjësinë atij pa ai vetëm nuk ka ç'bëj. Pra gjitha është tek hallgat e zinxhirit, po nuk funksionuan ata të gjitha nga momenti që fëmia del nga shkolla, nga shtëpia për të vajtë shkollë, sepse ata nuk thonë kot që ai është prindi i dytë, tani prindi i parë është ai në shtëpi. Ai duhet ka barrën kryesore. Tani në shkollë, okay, mësuesi do bëj. Pra janë të gjithë. Punën e tij, më fal se po ndërpres, kanë krijuar grupet e tyre në WhatsApp për shembull, edhe gjithmonë kërkojnë konfirmim që njoftojnë për shembull që arritëm. Kjo është më shumë tek fëmijët e vegjël, në fakt tek cikli fillor, po dhe tek cikli 9 vjeçar, pra aq sa munden, unë mendoj që mësuesit e bëjnë punën e tyre për sa i përket sigurisë. Ka ndër WhatsAppin dhe komunikimin. A lejon telefonat në shkollë nga fëmijët? Pas orarit zyrtar, pra kur bie zilja dhe nxënësit dalin dhe lëvizin, pra ikin. Nuk flas për mësuesit, vetëm nxënësit vinë me telefonin? Jo, nuk lejohen telefonat, vinë, për shembull në shumë shkolla, telefonat mblidhen në fillim të orarit zyrtar dhe shpërndahen në fund të orarit, pra kur përfundon procesin e simor. A ka presion ndaj mësuesve vetë nga nxënësit? Ka një fëmijë problematik? Varet, ndoshta dhe ka, por ata që kanë probleme apo që duan, që mund të kenë ndonjë problem, mendoj unë, tani edhe mësuesi do të jetë mirëkuptues në këtë rast, mund t'ia jap telefonin apo, por megjithatë është roli mësuesit kujdestar që për çdo problem që kanë, telefoni është që mësuesi të njoftojë apo të përballet me problemin që mund të ketë nxënësi ose të njoftojë prindin, për shembull. Do të kthehem tek ju për 30 sekonda për ta mbyllur me ju. Edhe diçka kjo mund të jetë për tek ju, do ta bëj edhe se pyetje. Ne, domethënë, Alo Policia, Siguria në Fokus nuk është thjesht një emision, është një mision. Në kuadrin e paneleve ne kemi trajtuar në 360 gradë çdo të thotë element sigurie, dhe pse ne kemi gjetur fjalën Alo Policia, sepse duhet lidhin komunitetin me institucionet e sigurisë, duke shmangur vetëgjyqësinë, duke shtuar më shumë besueshmërinë ndaj këtyre institucioneve, drejtoria arsimore, policia e shtetit, shërbimet e tjera të policisë bashkiake, komuniteti i prindërve, pra jo vetëm për shkollën, por për shkollën ne kemi një program të veçantë që do të jetë shumë shpejt, do të jetë një test që do të bëhet në një shkollë apo në disa shkolla, shërbimi zjarfikës, mbrojtja civile, policia e shtetit dhe emisioni Alo Policia, ku ne duam që të imitojmë ngjarje, ku ne duam të imitojmë një zjarr, një fatkeqësi natyrore dhe çfarë veprimesh do të bëjnë ata. Në mënyrë të tillë që në mes emisionit ne të kemi mundësi ta bëjmë këtë një mision edukativ. Ne do të dalim me tenda brenda qytetit, por jo vetëm brenda qytetit, por edhe në qytetet më problematike ku kanë prodhuar më shumë krim, ku në tendave Alo Policia ne do të kemi mundësi të kemi kontakte, por edhe për të marrë në mënyrë drejt për drejt në moment votimi edhe perceptimin e publikut lidhur me të gjitha këto probleme që ne flasim dhe diskutojmë në studio. Do të jesh pjesë e atij aktiviteti duke të ftuar që t'jeni në këtë. Çfarë një pyetje do t'ju bëj? Kjo ishte një ide shumë e mirë se mund të thuash që ma dojë mua. Dhe pyetja mbetet, nëse flasin për probleme me sigurinë, cili është armiku ose ai elementi që e thyen sigurinë? Thënë ka një thënie që sa më i panjohitur të jetë kundërshtari, aq më i hallakatur është jeti në mbrojtjen tënde, sepse nuk e di me kë të bësh. Kështu që ndoshta një nga problemet që pari që nuk ka oficer sigurie, po nuk e realizojnë. Pse nuk e realizojnë? Nuk e realizojnë në raport me çfarë? Me një objektiv të saktuar? Sepse çfarë ndodh në rastin e Martin Cama,
Gjitha ai vërshim sigurie që pa u bën në funksion të dikush rrumbeni thik edhe e vrau atë djalë fatkeq që unë e kam vuajtur shumë domethënë atë situatë kur e kam parë. Çështja është që siguria duhet evidentuar cilat janë problemet që mund ta cënojnë sigurinë dhe kjo është ajo. Në raport me secilin problem, cili është kursi i veprimit. Në Amerikë kanë një gjë shumë të mirë, por çdo gjë ka një gjë të përcaktuar nga libri dhe individi që bëhet pjesë e sistemit instruktohet që me këtë rast në këtë lloj situate ti do ndjekësh 1, 2, 3, 4 do bashkëpunosh me filan aspekt në institucion, pra çdo gjë është e parashikuar. Natyrisht asnjëherë s'mund të parashikohen të gjitha gjërat, por në rastin e sigurisë do të ishte shumë interesante për ta testuar këtë. Do të thënë nisu nga specifika një problemi që mund të thyejë sigurinë, cili do të ishte reagim, si do të reagohesh? Do të reagohesh si ma merr mendja, apo do të reagohesh mbi bazën e një udhëzimeve apo të përcaktuara që po përpara. Siguria nuk është më një shërbim, siguria është një pjesë integrale. Pjesë integrale e arsimit, pjesë integrale e shëndetësisë, është pjesë integrale e gjyqësorit, është pjesë integrale e çdo aktiviteti por jemi në sekondat e fundit. 1 sekond apo 10 sekonda secili për një urim për nesër që kemi 7 marsin. Fillojmë nga ju, Balla. Më shumë unë do ta mbyll me atë, duhet t'i japim më shumë autoritet mësuesit edhe më shumë mbështetje. Nëse ai nuk është i mbështetur mirë financiarisht, nuk ka çfarë t'jap për nxënësit. Juana? Unë do të thoja më shumë trajnime profesionale të vlefshme. Duke qenë se ato që ka përmendi Dylberi janë pak a shumë. Çfarë? Mësuesit dhe pedagogu mbeten gjithmonë zemra e arsimit. Por pa reformat mira dhe një mësues i mirë dhe një pedagog i mirë mund mos realizojnë asnjë nga pritshmëritë që mund vinë me ta edhe kur ata janë në lartësinë e detyrës tyre. Nëne edhe si psikologi që jeni, që e mbyllni për të mbarë të urim? Unë në fakt duhet të uroja mësuesve të mi, kam pasur fatin që të edukohem nga mësues të mrekullueshëm. I uroj gëzuar 7 marsin të gjithë mësuesve në vendin tonë, edhe ju lutem shumë i jepni dhe ofroni sa më shumë dashuri fëmijëve, sepse edukimi vjen vetëm nga respekti, nga përkushtimi, nga dashuria dhe ngrohtësia, vetëm për atë gjë ka nevojë fëmijët, ndërsa të tjerat vijnë duke punuar bashkërisht. Erdhëm në fund të emisionit. Alo Policia Siguria në Fokus, trajtuam për 60 minuta pikërisht 7 marsin, festën ndërkombëtare të mësuesit. Analizuam problemet dhe problematikat që ka, kërkuam të nxjerrim disa probleme të cilët janë vërtet sfida dhe këto duhet t'i adresojmë institucioneve, kryesisht të arsimit, por dhe të politikës. Polici nuk është ai që bën edukimin, është mësuesi që bën edukimin dhe mësuesi është polici i ndërgjegjës që krijon atë lloj kulture dhe mesazhi për përgatitur brezat e gjendave. Mirupafshim në emisionin e radhës.